Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Rrëfime Jete, për të ndarë një letër të pazakontë. Letra që do të ndajmë sot është një letër e tmerrshme, domethënë është motra për motrën, në mes ka një problem të madh, është buri, motra i ka marrë burin motrës, por sot domethënë i ka ndodhur gjëma më e madhe. Në këtë letër do dëgjoni pendim, në këtë letër do dëgjoni dhimbje, në këtë letër do dëgjoni lot, por në këtë letër do dëgjoni edhe dëshira të tmerrshme që kjo motër ka patur në kuadër të motrës së vet. Motër me inicialet L.M nga Fieri. Sot po ta shkruaj këtë letër me zemër të rënduar. Nuk e di nëse do ta dëgjosh deri në fund apo do të zgjedhësh të mos ta dëgjosh fare. Por unë kam nevojë t'i nxjerr nga shpirti fjalët që mua në shpirt më kanë mbetur. Kanë ndodhur gjëra që na kanë larguar. Dhe sot ne të dyja nuk flasim më si dikur. E di që mes nesh ka dhimbje, ka zemërim, ka edhe zhgënjim. Nuk po ta shkruaj këtë letër për të justifikuar askënd apo për të hapur plagë të reja. Por ta shkruaj sepse jeta ime ka marrë një drejtim që nuk e kisha imagjinuar. Buri mua më la. Ka zgjedhur të vazhdoj jetën me një tjetër. Unë kam mbetur vetëm, larg vendit tim, këtu në Greqi. Ka ditë kur nuk kam me këtë ndaj një fjalë. Kur heshtja më rëndon më shumë se çdo gjë tjetër. Nuk po kërkoj mëshirë, por kërkoj vetëm që ta kuptosh se edhe unë jam njeri. Edhe unë gabova në jetë që të mora burin tënd. Më pëlqente jeta jote, mendoja që po jeton jetë milionerësh. Nuk e di, kishte një djallë brenda meje që më gënjeu, dhe unë i besova atij djalli. Nuk mendoja që të ta shkatroj jetën ty shkatroj veten. U dashurova në burin tënd, ika me të, por sot vetmia të mëson shumë gjëra. Të mëson sa e rëndësishme është familja dhe sa shumë dhëmb kur u mbet njerëzit më të afërt. Ka ne që pyes veten pse gabova dhe pse arrita deri këtu. Më mungon koha kur ne ishim bashkë, kur ne qeshnim dhe kur ne dinim se çfarë do që të ndodhte, ne kishim njëra tjetrën. Nuk e di nëse mund të ma falësh, nuk e di nëse një ditë do të flasim ne të dyja përsëri, por dua ta dish se zemra ime është e lodhur nga kjo gënjeshtër e madhe që ka ndodhur. Sot nuk dua të jetoj me urrejtje apo me inat. Nuk e di nëse këto fjalë do të arrinte këti, por unë e di që ti më mban mëri. E ke dhe me të drejtë normal, të shkatrova familje. Nga çdo kush mund ta prisje, por nga mua jo. Ti me mua e hapje zemrën, ti me mua i tregoje hallet. Më mbaje në shtëpinë tënde si një motër. Por unë e bëra të keqen atë që në të vërtet nuk duhesh të bërë. Me burin tënd, që unë e quaja burin tim, unë arrita që të jetoj vetëm 1 vit e gjysmë. 6 muaj kaluam shumë mirë, pas 6 muajsh filluan që të ndodhin problemet e mëdha.
Dhe ai krijoi një lidhje tjetër, njohu një lidhje tjetër, ashtu siç në fakt ishte mësuar duke të tradhëtuar ty. Unë që atëherë doja që të kthem edhe të them që më fal, motra ime, se unë kam gabuar, por unë e di që në të gjitha dimensionet ti mua nuk do të më falësh asnjëherë. Dhe e ke me të drejtë. Por dua të them diçka. Jeta është shumë e shkurtër. Sot jemi këtu, nesër askush nuk e di. Nuk dua që vitet të kalojnë dhe të na mbeten vetëm pendimet. Nëse një ditë do të gjesh forcën të flasim, unë do të jem e gatshme që të dëgjoj. Nëse jo, përsëri do të uroj nga zemra shëndet, paqe dhe lumturi. Pavarësisht gjithçkaje që ka ndodhur, ti do të mbetesh motra ime. Unë të dua shumë. Uroj që kjo letër të mbërri në veshin tënd. Uroj që ti ta kuptosh se njeriu dhe gabon. Unë besoj tek fjala pas çdo medaljes ka dy anë. Dhe ndoshta kjo mund të jetë ana më e mirë që ty të ndodhi. Por e di, gjykimi është pse të më ndodhen me motrën, le të më ndodhte me dikë tjetër. Po ndoshta edhe dikush tjetër mund të kishte thyer zemrën edhe më keq se unë. E dashur motër, shpresoj që kjo letër të bri në veshin tënd, edhe ti mua të më falësh. Në fakt, kjo është letra që e ka shkruar kjo motër për motrën e saj. Çfarë të komentoj unë në këtë rast? Do me thënë, është një histori tepër e ndërlikuar, është një histori shumë e lidhur, që ka një prapavi shumë të dhimbshme, por uroj me zemër që të dy motrat të gjejnë një rrugë paqeje. Pash një lloj pendese tek motra, ndoshta tani do më akuzoni si mund ta fal në Tiranë, i ka shkatruar jetën. Por ndoshta kjo ka qenë rruga më e mirë që ajo ta kupton që nuk ka qenë në martesën e dur dhe nuk ka qenë me partnerin e dur. Dua të marr mendimin tuaj për këtë rrëfim, për këtë letër, për këtë histori, që realisht është histori shumë e dhimbshme dhe brenda vetes bart shumë histori. Dua të dëgjoj mesazhin e juaj.